A mirë me lujt kesh e me fitu, se sa me lujt bukur e me hu. Se Prishtina për shembull shumë mirë po luan, po krijon shumë raste, po finalizimin e ka shumë dopt. A dim pse po luan, pse po duket që po luan Prishtina mirë. Sepse e kanë presingun e mirë. Po pikërisht edhe po krijojnë, po dolin para portierit. Në fazën e kur e kanë topin, e aty on pak ma dop organizimi i lojës. Për me orë sa ma shpejt edhe të 16, aty e kanë atë problemin. Sa për pressing, po luajnë mirë. Për pressingun, po, faza tjetër aty lidhet që nuk po mu i marë. Prej dhjetorit s'kan fitu? Mati s'kan fitu. Prej dhjetorit. A rëzikon në dalin e Evropë Prishtina me këtë? Po normal tash... Nëse drita tash fiton apo, edhe kupër edhe bot kampion, 4 skuadrat... Po, 4 skuadrat e Superligës, po, në ditën... Nëse vazhdojnë me këtë tempo me lëshu pik loj pas loje, normal që rrezikon edhe pozitën e 4. Siç po shihet Gjelani veç u hi në formë, edhe ka me qenë shumë problem deri në fund për... Nuk e di, kush është trener tash Suarek? Ku? Suarek ndimsi, që ka qenë ndimsi... Nuk më kujtojt momentalisht emri që ka shku nga Prishtina në Suarek. Debatik Surri? Jo, Debatik Surri, se Debatik Surri ka njargua... Jo, nuk më kujtojt emri. Asën se kam mend, jasën për momentin. Okej. Tash e morë. Mirë tha, tre trener.